Këngëtarja dhe ish banore e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Egli Tako, ka qenë së fundmi i ftuar në një emision ku ka folur hapur për fillimet e saj në muzikë dhe rrugtimin artistik. Por gjatë intervistës ajo ndal veçanërisht te bashkëpunimi i saj i parë muzikor me aktoren dhe këngëtarin Olsi Bylyku, me të cilin ka qenë dhe në një lidhje. Egli theksoi se ai projekt mbetet shumë i veçantë për të dhe se do ta kujtojë gjithmonë me mirënjohje. Do flisja për gjithmonë me shumë mirënjohje dhe kënaqësi për këtë material muzikor, pasi ka qenë materiali i parë, u shpreh ajo. Të gjithë artistët e dinë se jo çdo material që lançojnë arrin të prek një masë të madhe të popullit. Ky ka qenë materiali im i parë që arriti të prek të gjithë shqiptarët anë mban botës kudo që ishin, theksoi artistja mes të tjerash. Egli Tako nënvizoi se ndjen vetëm mirënjohje për atë bashkëpunim dhe për artistin me të cilin e realizoi projektin, duke ruajtur një qasje profesionale pavarësisht historisë së tyre personale. Na duhet të rikujtojmë se Egli Tako dhe Olsi Bylyku i dhanë fund lidhjes së tyre 2 vjeçare, për arsye që i dinë vetëm ata të dy. Nga ana tjetër, për sa kohë ishte në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Egli Tako krijoi një lidhje me Gjesin, lidhje e cila nuk zgjati shumë.